Këtu është horoskopi i diel 30 mars 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Ju mund të përkushtoheni me qetësi për të rregulluar idetë, mendimet për një të dashur. Edhe ata që kanë qenë në çift për ca kohë, ndoshta të pakënaqur, mund të jetojnë dëshirën për të shkelur. Demi. Zemrat e vetmuara kanë një shans për të luajtur këto ditë. Shëndeti i mirë i përgjithshëm. Binjaket. Nëse dëshironi t'i afroheni dikujt për të folur për miqësinë ose dashurinë, kjo është një ditë e mirë. Do të zgjidhni një problem me dikë që e doni vërtet. Gaforia. Ka nga ata që janë nervoz, pak pesimist, për ata që nuk kanë asnjë reagim ose në çdo rast nuk duan të kenë shkënjime. Shpenzimet e tepërta ju shqetësojnë prej kohësh. Luani. Një i afërm ose një njeri i familjes tuaj do t'ju kërkojë, është një ditë që sjell më shumë qetësi dhe periudha rezulton të jetë shumë intriguese për ata që kërkojnë dashuri. Virgjeresha. Momentet e introversionit dhe mosbesimit alternohen me të tjerët në të cilat do të sfidonit botën. Mundohuni të relaksoheni sonte. Akuariumi irritues. Peshorja. Mund të keni një takim të veçantë që do të shërojë plagët e një të kaluare të vështirë për dikë. Harmonia familjare dhe miqësia e karakterizon këtë ditë, duke ju rrënjosur një humor të mirë, kënaqësinë e të qenit bashkë dhe të shijuarit me të dashurit tuaj. Përballë disa bezdi. Akrepi. Mundohuni të mos humbni energji, trupi është pak i dobësuar. Në dashuri ju mund të vini këmbët lart ose të përjetoni dëshirën për shkelje. Shigjetari. Në dashuri, jini më realist, mos i jepni hapësirë marrëdhënieve apo emocioneve të tepruara. Ju mund të thoni gjëra për të cilat nuk mendoni ose t'i jepni fund marrëdhënieve dhe më pas të pendoheni për atë që keni bërë. Britsjapi. Dita sjell lodhje, mund të ketë edhe vetëm një gjendje të keqe kalimi. Diçka mund t'ju shtyjë të ndryshoni nevojat në dashuri, të kërkoni qartësi. Ujori. Në dashuri bëni një pushim. Dëshira për risi, një mbrëmje e trazuar nga shumë mendime. Peshqit. Në këtë ditë është më mirë të qëndroni larg polemikave, sepse është gjithashtu e mundur të takoni një njeri që nuk është saktësisht i mirë. Duket se ka ndonjë problem ekonomik. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.